Kërcënimi hapur I Donald Trumpit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të braktisin NATO-n. A e dini se çfarë ndodh nëse do të guxojë Amerika që të braktisë NATO-n? Ndonse dikush nga ju mendon që NATO është vetëm një grup njerëzish që nuk bëjnë asgjë, ju garantoj që NATO ka siguruar jo vetëm mënyrën ekonomike, por edhe shtetet e mbar botës në 76 vjet shërbim. Dhe do t'ju them, madje NATO ka shpëtuar qoftë nga ekonomia, por edhe nga regjimi, Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi, pra jo vetëm këto vende, por edhe mbar botën. Dhe nëse do të guxojë Amerika të braktisë NATO-n, një problem I madh botëror do të ndodhet, do t'i them se çfarë. Atë që mendoj unë, pastaj më thoni ju nëse unë kam të drejtë ose jo. Atëre, si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk ka bërë bëjni like faqes e videos që jemi sërish, se vetëm zëri im nuk ka ku shkon. Kështu që do t'ju lutesha sa më shumë jemi aq më mirë është, sepse diskutimet e përbashkëta diçka bëjnë. E di që do kush nga ju thot, po mirë ja folëm ne, po pastaj një zë nuk bën dot gjë, por miliona zëra bëjnë. E ç'kemë të që bëjnë. Tani do t'ju them, Donald Trump ka lënë një deklaratë të fortë, një deklaratë ku e cilëson NATO-n si Hyper Tiger, dhe këtë thot e di edhe Putin. Ç'lidhje ka Putin me NATO-n. Atëherë do të thotë që Donald Trump ka të njëjtat ideologji me Putin dhe kjo më bën që të mendoj që diçka po luhet pra mes Amerikës dhe Rusisë, sepse në ndër vitet e fundit dihet që thuhet që Putin ka kontribuar në zgjedhjet e Donald Trumpit. Njëkohësisht ka bërë edhe marrëdhënie ekonomike. Në fakt, nga problemet e fundit që kanë dalë, pikërisht Amerika merr naftën nga Rusia. Nga problemet që vetë Amerika krijoi në Iran. Madje, po e dini se nga ku dolën këto probleme, pikërisht pra nga problemet e Amerikës që hapi luftën në Iran. Sepse këtë mendojnë specialistët, sepse duke qenë aleat me Izraelin dhe hapë luftën, nga ky moment Irani bën një luftë ekonomike, sepse ndaloi ngushticën e Hormuzit që të kalojnë anijet, është vendi I tij dhe e ndalon. Dhe thotë unë nuk dua që të kalojnë. Dhe nga ana tjetër, Donald Trump I hedh fajin NATO-s. Pse NATO nuk ndërhyn që të ketë një negociat me Iranin? Por ç'lidhje ka NATO tani nëse luftën e hapet ai? Ç'lidhje ka NATO që të bëj një përplasje me Iranin, kur ndërkohë nuk kishte asnjë lidhje. Kur ndërkohë ka edhe le të themi marrëdhënie politiko-shoqërore, njëkohësisht financiare. Dhe në këtë rast, meqense NATO nuk ndërhyn në këtë, pra në këtë luftë që është ose përplasje, atëre Donald Trump kërcënon që të dali nga NATO. Por a e dini se çfarë ndodh nëse Amerika del nga NATO? Është si një baba, sepse deri tani NATO ka qenë nën hijen e Amerikës dhe në këtë periudhë, nëse Amerika e lë, është si një baba që lë familjen. Dhe si do të përballet NATO me një deklaratë të tillë, ose nëse ndodh që të braktisë Amerika NATO-n, çfarë do të ndodh me shtetet? E dini, unë jam I bindur që së pari një kolaps botëror. Kolapsi botëror mund të ndodhë në shumë fusha dhe kryesisht në ekonomi. Ju pata thënë paracakosh për një problem që ka ndodhur muajt e fundit, për sa I përket naftës. Sepse kam thënë, shikoni e gjeni videon, para ca javësh e kam thënë këtë dhe shumë prej jush kanë kuptuar dhe është në fakt një nga videot më të klikuara dhe ajo që ka më shumë komente. Pse? Sepse thosha, nëse nuk do të ketë naftë tani që të shkojmë dhe të mbjellim, ne çfarë do korrim nesër nëse nuk kemi mbjellë sot? Dhe ajo që do ndodh që po thonë ekspertët po parashikojnë probleme të mëdha ushqimore në shtator të këtij viti. Po ja u them tani, mbajini mend këtë, sepse ky është një problem I madh. Ndaj po ju them që sa më shumë jemi dhe aq më shumë shpërndahet informacioni. Çfarë do hamne në shtator, tetor ose në fund të këtij viti, nëse nuk kemi mbjell? Sepse pikërisht pra merreni me mend, dha alarmin një nga shoqëritë më të mëdha në botë të këtyre pesticideve, që nuk ka
nuk kanë shitur pesticide këtë vit. Do të thotë që nëse nuk kanë shitur pesticide, që ka rënë 54% një gjë e tillë, është shumë. Është jashtëzakonisht shumë. Me një fjalë i thonë gjysma e të mbjellave. Nëse nuk janë mbjell gjysma e tokave që ne kishim problem që më përpara, me ato të mbjella që ishin full 100%, ne sot që nuk kemi mbjell 50%, merrini me mend se çfarë problemesh do të ketë në fund të vitit. Dhe në fund të vitit, mbajini mend këtë, do përgatiten rezervat. Ato rezervat ushqimore që ne kemi patur prej vitesh që i kemi mbajtur me shumë xhelozi që të na duhen në një moment të vështirë. Në qoftë se do dalin rezervat, mbajini mend që çmimet do shkojnë 4 fish. Po, e dëgjuat mirë. Dhe duke filluar këtu që nga mielli, sepse buka është kryesore, ne shqiptarët ham vetëm bukë, duke filluar nga mielli, nga veshjet janë gjë e fundit fare, sepse nuk kanë lëvizur këto anijet, mjetet për muaj të tëra dhe mendohet që ne nuk kemi me fjalë vajzat e reja, nuk kanë se sa çfarë të veshin. Këto janë budallëqe për mua, por nuk po preokupohen për gjën më të rëndësishme, për ushqimet. Tani, gjëja tjetër që më preku edhe më shumë në këtë histori është sekretari i shtetit amerikan. Sekretari i shtetit amerikan ka dhënë alarmi duke thënë që ne duhet të shqyrtojmë lidhjet tonë me NATO-n. Në qoftë se një sekretar shteti shqyrton ose thot një fjalim të tillë në një konferencë për shqyrtimin e çështjes mes Amerikës dhe NATO-s, atëherë do të thotë që e kanë vendosur dhe është në akt. Pra, duke filluar nga tani, mundet që në një kohë shumë të shkurtër të shkëputen nga NATO. Nëse mbani mend, vitin e kaluar ju kam treguar për diçka që është vërtet serioze. Ju kam thënë që Donald Trump po kërkon të bëjë Amerikën e Madhe. Si do ta bëjë Amerikën e Madhe? Por duke mbledhur të gjithë, ai dha dhe lajmin tani që do që të marrë dhe Kubën, sepse mori Venezuelën, do të marri Kubën, do të marri vendet e tjera dal nga dal. Pse? Sepse për të krijuar Amerikën e Madhe. Është e drejta e tij, dakord. Por duhet të dini që në qoftë se ai shkëputet nga aleanca me NATO-n, atëherë kufijt do të mbyllen. Mbani mend këtë. Do të mbyllen kufijt dhe nëse mbyllen kufijt do të ketë probleme të mëdha, jo vetëm të geopolitikës, por probleme ekonomike. Sepse në një marrëdhënie botërore që bëhet tani, merrini me mend nesër që nëse nuk kemi marrëdhënie jo politike, sepse e fundit fare është ajo politike, se politika në vendet e vogla mbështetet ose vendoset nga vendet e mëdha. Por për sa i përket ushqimeve, ushqimet janë thelbësore dhe nëse nuk do të kemi import-eksport, do të krijohet një kolaps botëror ku vendet e vogla do të shkatërrohen. Dhe mbajeni mend, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi do të kenë probleme të mëdha. Ushqimesh po flas. Ushqimi është thelbësor, sepse pa ushqime ne nuk ku do të shkojmë. E kemi thënë që edhe sikur në të rritet vetëm 20% mielli, merreni me mend se çfarë ndodh në Shqipëri. Pra një kolaps total. Problemi tjetër akoma më i madh është që Europa ka shpenzuar dhe vazhdon të shpenzojë për sa i përket armative dhe mbrojtjeve, se kjo është normale. Në një moment drastik si ky, është e detyruar që të investojë në mbrojtje. Po a e dini se sa miliarda dollar ka investuar deri tani? Rreth 150 miliard të shoqërive të mëdha, u ka dhënë shoqërive të mëdha që të prodhojnë armë ose arsenal të tjera që të mbrohen, sepse si do mbrohet Evropa. Por në një rast të tillë, duke ulur të ardhua financiare, sepse shkojnë në armë, atëre ky do të jetë një shans ose një fakt më shumë për të rritur çmimin e ushqimeve, për të rritur çmimet e tjera. Pra, mbajeni mend, duke filluar nga viti që vjen, mos themi që nga shtatori, por nga viti që vjen, çmimet do të shkojnë 4 fish. Po ja u them që tani, dhe siç ju thash më përpara, në qoftë se Amerika del nga NATO, do të mbyllen edhe kufijt. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument. Ditë të mbarë dhe shpresojmë në ditë më të bukura.